përmbyllje të fjalës së tij në Forumin Ndërkombëtar Ekonomik në Tiranë, presidenti i Francës Emmanuel Macron inkurajoi pjesëmarrësit të investojnë në Shqipëri. Macron tha se vendi ynë ka dhënë rezultate, ka një udhëheqje të fortë dhe se në 2 vitet e ardhshme do të jetë pjesë e Bashkimit Evropian. Është mirë t'ju kesh në Europë. Ky është një vend stabil dhe i besueshëm. Mos i nënvlerësoni fuqitë e cilësive të tilla. Jam shumë i lumtur që jeni këtu sepse këtu në Shqipëri qartësisht keni pikën hyrëse në këtë rajon të Ballkanit, një pikë kyçe në mesdhe dhe Europë. Ndaj ju inkurajoj të investoni në Shqipëri sepse keni një udhëheqje të fortë dhe nuk flas se është miku im, por se ka rezultate. Ne si Europian do të japim rezultate. Tani që kemi një linjëzim të fortë mes Francës dhe Gjermanisë, do të bëjmë maksimumin për agjendën që folëm. Investoni në Europë, besojini Europës për të krijuar sa më shumë stabilitet. U shpreh Macron. Presidenti francez u shpreh se integrimi është shumë i rëndësishëm për vendet e Ballkanit Perëndimor. Gjithashtu ai theksoi se me shumë rëndësi është që këto vende të integrohen dhe të punojnë së bashku me Bashkimin Evropian për tregtinë. Macron tha se Franca është e përkushtuar për investimet në energji bërthamore dhe po ashtu edhe agjenda për konkurrueshmërinë është me shumë rëndësi.